Përshëndetje, përshëndetje shenjë dashit, mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj që shqyro Zot akoma kemi mundësi të shohim nga këtu ku jemi. Nëse ndodh ndonjë gjë e çuditshme të shohim, se nuk e shoh, atëherë më gjeni në YouTube, siç e kemi thënë, Zodiac Oracle aty do më ndiqni. Atëherë, si ka përqen kjo javë për ju, të shkojmë direkt ta zbulojmë. Nisim me ditën e hënë ku, ditën e hënë fati është me anën tuaj, që do të thotë çfarëdo lloj rastësie që del papritur, çfarëdo lloj koincidence, çfarëdo lloj frymëzimi që dhe ju vetë mund ta keni, duket se ju çon në një farë suksesi, këtu çfarëdo lloj bisede, çfarëdo lloj ideje, çfarëdo lloj frymëzimi që mund të keni gjatë kësaj dite, duket se ju çon në realizimin e një ëndre. Çfarëdo lloj gjëje po ndodh ditën e hënë duket se ju favorizon për sa i përket të ardhmes. Por kujdes, nuk do zgjasë shumë gjatë, do me thënë është një ndjesi ose është një moment që duhet ta kapni, ta shfrytëzoni që të mund të vazhdoni përpara, pse jo edhe me realizimin e atyre gjërave që doni të realizoni. Dita e hënë është ditë çlirimi, nëse mund ta themi kështu, e qetë, ju shkon dhe ju ndihmon të çoni përpara plane dhe ide të cilat keni, dhe rastësia ju do. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë favorizon çfarëdo lloj udhëtimi, ekskursione doni ju, një pauzë doni ju, nëse keni nevojë të shkëputeni për pak kohë nga përditshmëria, nga rutina, nga një marrëdhënie që nuk ju ecë, nuk ju shkon, nëse doni thjesht të qartësoni mendimet tuaja, favorizohet ndryshimi në jetën tuaj ditën e martë. Shumë prej jush edhe mund të vendosni të bëni një pauzë të gjatë për të parë si të vazhdoni me çështje të rëndësishme të jetës tuaj, si për shembull nëse do vazhdoni të punoni në të njëjtin ambient pune me të njëjtët persona, apo nëse do vazhdoni me një marrëdhënie në cilën ndodheni. Këtu ndryshimi është pjesë e jetës tuaj dhe keni nevojë për të dhe do e kërkoni dhe vetë ditën e martë. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita ku shumë prej jush jeni akoma duke mbartur mbi supet tuaja një barë të madhe, një presion të madh, detyrimet e përditshme dhe jo vetëm, por dhe ato që lindën gjatë viteve të mëparshme, duket se akoma rëndojnë mbi supet tuaja. Por lajmi i mirë është se edhe pak ka mbetur, do të thotë që vërtet keni kaluar shumë, vërtet keni vuajtur shumë, disa prej jush akoma mbartni mbi supet tuaja thash përgjegjësi të mëdha, por sido që të jetë edhe fati ju do, dhe le të themi këto kanë për të qenë momentet e fundit të vështirësive tuaja. Dita e mërkurë do sjellë një situatë përsëri nga e kaluara, do ju kujtoj detyrimet që keni kundrejt vetes pikë së pari dhe pastaj kundrejt të tjerëve, dhe çfarëdo gjë ju lëndoi, ju vrau, nuk e di, ju trysnoi jashtëmase shumë në një të kaluar, duket se avash po zgjidhet dhe ju do merrni atë çka keni shumë pritur, le të themi. Përsa i përket çështjeve shëndetësore dhe të ndjenjes, të zemrës, kjo dita e mërkurë, ju qetëson. Do me thënë duket se e hidhni pas krave çdo vuajtje që keni kaluar dhe keni mundësinë të ecni përpara. Me çfarëdo gjë mund të sjellë kjo dita e mërkurë, me një rikthim, me një rishqyrtim, me një rikujtim, çfarëdo gjë qoftë, vjen për të zgjidhur gjërat, jo për të qenë ta zë me atë person që mund të kthehet, por për të kuptuar se çfarë dëmi ju ka bërë dhe të mos doni më të jeni pjesë e atij dëmi. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku, nuk e di, domethënë ditën e enjte merrni çik shtruar, nuk është momenti për të marrë vendime të rëndësishme, mund të jeni shumë absolut në mendimet tuaja, të mos dëgjoni se çfarë ju thonë dhe të tjerët, dhe nëse do duhet të merrni vendime të rëndësishme, atëherë këtu do gaboni. Kështu që mundohuni të mos merrni vendime të rëndësishme ditën e enjte, shtyheni si ta shtyheni, fokusoni pak tek vetja juaj, mundoni të qartësoni mendimet që keni, mos jeni të paduruar, mundoni të kuptoni se gjërat e mira bëhen avash dhe nuk bëhen me njëherë, kështu që mos u nxitoni, kaq do ju thosha. Ju e keni tiparin tuaj dallues të nxitimin dhe arrogancën dhe irritimin, por që përsa i përket ditës së enjte, nëse këto tipare mbi zotërojnë, atëherë mund të bëni një gabim shumë të madh në punë, në një marrëdhënie të rëndësishme të jetës tuaj, ose në çështje ekonomiko-financiare ku duhet të bëni edhe më tepër kujdes. Okej, me thënë, nëse doni vërtet të arrini qëllimet tuaja, ditën e enjte mbani profil të ulët. Dëgjoni më shumë se sa veproni. Okej, dhe masni pulsin, para se të merrni çfarëdo lloj vendimi. Kjo ishte dita e enjte. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku mundohuni përsëri, domethënë shkose me çika dita e enjte kjo gjë, domethënë o i merrni gjërat shumë lehtë ose nuk e di,
po duhet të bëni shumë kujdes. Pse? Sepse një vlerësim i gabuar, një lëshimperi atje ku nuk duhet, ju kushton shumë. Sido që të jetë gjatë këtij procesi do me thënë ku ju do bëni shumë për të tjerët, por jo për të gjithë, do ju thosha unë, seleksiononi pak. Seleksiononi pak individët që duhet të qëndrojnë në jetën tuaj dhe cilët janë ata të cilët duhet të themi mirupafshim. Bëni kujdes me çështje shëndetësore, do dalin në sipërfaqe çështje shëndetësore të cilat nuk i keni marrë seriozisht. Nuk po them se do bëhet nami, por sido që të jetë duhet të shkoni nga pas. Okej, do të thënë duhet të kujdeseni për veten tuaj. Duhet të hapni rrugën dhe të krijoni mundësi vetes tuaj të sillni jetën tuaj individ të cilët janë me të vërtet të vlefshëm dhe të hiqni ata të cilët janë të pa vlefshëm, sido që të jetë dita e premte, pavarësisht këtyre tematikave të cilat duhet të bëni kujdes me to, pra të qeni më tepër naiv nga ç'duhet, të lënë pas dore shëndetin tuaj, me ekonomi, me financa nuk jepni, nuk huazoni, nuk merrni hua sepse edhe mund të mos ja dilni. Në këto njohjet e reja që krijoni, mundoni të jeni me këmbë në tokë sepse mund ta posoni. Në përgjithësi le të themi është një ditë e qetë, nëse më ta themi kështu, por nëse shfaqen situata të rëndësishme si këto që po ju përshkruaj, atëherë kuptoni se duhet të jeni me këmbë në tokë. Okej? Kjo është dhe ideja. Përsa i përket pastaj ditës së shtunë, dita e shtunë ja ku jemi, është e njëjta, nëse vini re, është e njëjta gjë. Do me thënë, këtu mund të dali një shqetësim që e keni lidhje me veten tuaj, të tipit po si su maturova njerë, po si e pësova prap, po si bëj gjithmonë të njëjtat gabime. Mund të jetë një ditë që do jeni tepër të shqetësuar o për prindër që i keni në moshë dhe mund të keni probleme me ta, as me shëndetin e tyre apo me çfarë do gjëje ata kanë nevojë dhe duhet të qëndroni pranë, ose me fëmijët tuaj ju që jeni prindër dhe i keni në adoleshencë sidomos, vjet re se kanë nevojë për ndihmën tuaj dhe për mbështetjen tuaj. Sido që të jetë çfarëdo shqetësimi të dali ditën e shtunë, është diçka e përkohshme, do kaloj për të paktën ju vënë në moto trurin tuaj për të menduar se çfarë duhet të visi ndryshim, çfarë duhet të bëni ndryshe. Edhe me shëndetin vlen e njëjta gjë. Dhe përsa i përket ditës së diel, shumë prej jush edhe mund të shpallni një fejesë, një martesë, mund të jemi pjesë e një martese, mbase ndoshta me një lajm do bëheni prindër apo vjen një fëmijë në jetën tuaj, është ditë suksesi, le të themi, suksesi i përgjithshëm, ku arrihet diçka, çfarëdo gjë qoftë, një punë e re, një fëmijë në jetën tuaj që vjen për herë të parë ose për herë të dytë, si ka, një hyrje në një banesë të re, e kështu me radhë. Me thënë, është ditë suksesi, dita e diel dhe kështu mbyllet java për ju. Përshëndetje shenjë Demi dhe ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle me parashikimet e javës për shenjën tuaj. Nëse TikToku na lë shëndet që shumë herë kemi dëgjuar, por nuk e di se nëse do ndodhi realisht, s'po e shoh. Atëherë më gjeni në YouTube Zodiac Oracle, këtë gjë e kemi thënë. Dhe nisim direkt me ditën e hënë. Dhe për ju, dita e hënë është ditë bravo, do të dilni darkë, do kënaqeni në shoqërinë të tjerëve, domethënë do shikoni që rrethi juaj shoqëror, se jeta juaj sociale ka shumë për t'ju dhënë. Kjo ofron mundësi dhe për njohje të reja, por edhe për të arritur një qëllim të caktuar që ju doni të arrini. Çfarëdo lloj gjëje mund të diskutoni në plan personal, për sa i përket të ardhmes tuaj, në lidhje me fejesa, martesa, bashkëtesa, gjëra të tilla dhe këto favorizohen, por në përgjithësi është një ditë, nuk e di pse do lumturoheni apo do gëzoheni kaq shumë në praninë e të tjerëve. Ju që jeni shumë aktiv në rrjetet sociale, ju pret një sukses me të vërtet i madh, ose ju që jeni në botën e spektaklit vlen e njëjta gjë. Dhe në përgjithësi le të themi që në ambientin ku punoni, jetoni, do të keni një sukses të madh që do zgjasë në kohë ditën e hënë. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë jemi në po të njëjtën linjë, do të thënë favorizojnë përsëri daljet, njohjet, jeta sociale, përmes saj takoni individ të rinj, krijoni kontakte të reja, jepni vetes mundësinë për të realizuar një ndër një objektiv. Kështu që ka shumë lëvizje, le të themi, personash dhe situatash në jetën tuaj ditën e hënë dhe ditën e martë, prej nga mund të përfitoni dhe me të vërtetë të bëni diferencën për sa i përket të ardhmes tuaj. Çfarëdo lloj propozimi, oferte është e diskutueshme, vetëm ju lutem shumë mendojeni me shumë kujdes. Do të thënë, hidhini hapat vërtet, por me kujdes, me kujdes. Por mundësinë do e keni për të sjellë ndryshime të bukura në jetën tuaj. Për sa i përket ditës së mërkurë, këtu po do keni sfida. Do keni vështirësi të caktuara, planet nuk do ju ecin ashtu siç doni ju, ose për një qëllim ose objektiv që ju mund të kishit, do shikoni që ka pengesa dhe objektivi nuk arrihet menjëherë. Pas shumë për vështirësive dhe
peripecive do ja dilni të arrini atë objektivin tuaj edhe ju, por në fund të ditës do ju mbetet ajo ndjesia e kotulova, me thënë ja dhe arita, çfarë u pa, dhe kjo ju vë në moto për të menduar se ndonjëherë ajo gjë që nuk bëhet që në fillim lëre fare se nuk ja vlen, e kupton? Kështu që do ja dilni në fund të ditës, të keni arritje atje ku doni të arrini, por do ju mbetet një shije hidhur, nuk do shijoni tamam siç duhet. Për sa i përket ditës së enjte, dale ku na çon tani dita e enjte, është që kjo është dita për dale. S'pe vendos të okej, në rregull. Atëre, përse i përket ditës së enjte, bravo, shumë bukur. Shpëtoni nga një rrezik shumë i madh, që do të thotë diçka mbas është nisur për ju. Tani do ta marr, do ta them siç është, por nuk dua të më oboboj apo qysh. Mund të jetë një aksident, mund të jetë një debat shumë i madh që mund ta keni në ambientin e punës, me një shokun tuaj, në shoqërinë tuaj, me një person të dashur të zemrës tuaj, në familje, mund të jetë një rrezik për humbje shumë të mëdha në ekonomi dhe në financa, mund të jetë një dëm i madh që niset për të ndodhur në shtëpinë tuaj, çfarëdo gjë që është e rrezikshme, dua të kuptoni. Çfarëdo gjë që vjen pa pritur, çfarëdo gjë që nuk është në kontrollin tuaj, niset por nuk ju gjen asnjë gjë, shpëtoni për mrekulli. Por ajo çka kuptoni është se duhet të keni kujdes. Duhet i merrni gjërat çik më seriozisht. Do të thënë, shiko, ky është një moment dhe shumë i bukur për shembull për një okazion shumë të madh. Do të thënë është si të riskosh dhe të fitosh pa humbje të mëdha. Do të thënë shpëton nga rreziku përqime, si të thuash. Dhe kjo është tipari i ditës së enjte për ju. Pra çfarëdo gjë që mund të visi në formën e rrezikut nuk ndodh, nuk ju gjen ndonjë gjë. Thjesht mësoni diçka, merrni një farë mësimi. Nëse të thuash o Zot i madh, qysh po prap të bëhet mësim ajo eksperiencë, kjo është ideja. Dhe mund të keni fitime të papritura, unë besoj shumë te kjo letër kur është kështu siç është, e kam parë shumë herë, jo vetëm të shpëton nga rreziku, por mund të sjellë fitime që e ke bërë investimi, thua ç'a po bëj tani, o Zot i madh, ç'a bëra, e kupton, dhe pastaj në momentin e fundit çdo gjë të shkëlqyer në një fitim shumë të madh. Uroj të jetë vërtet kështu dita e enjte. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte, kjo ditë ju do shumë përsa i përket jetës tuaj sociale. E shikoj që ka një sukses shumë të madh. Tani o promovoheni, arrini një sukses shumë të madh në punë, ose me të vërtet keni mbështetjen e individëve shumë të rëndësishëm për të arritur qëllimet tuaja. Sido që të jetë dita e premte mbart tipare të tilla, dhe ju ndihmon të arrini atje ku ju realisht tërkohës keni dashur të arrini. Pra, duket se ditën e premte të bjem shkurt, arrini një qëllimin tuaj shumë të rëndësishëm, por këtu ka ndikuar shumë edhe ndikimi i individëve të rëndësishëm. Mund të bëni pjesë e një organizate, mund të bëni pjesë e një sindikate, mund të bëni pjesë e një grupi shoqëror, kulturor, nuk e di, varet se ku synon secili prej jush. Mund të merrni dokumenta, që prisni të merrni dokumenta për të qëndruar diku, lejen e qëndrimit, pra mund të zgjidhni një çështje që ka lidhje të bëjë me administrat, me zyra të rëndësishme. Çfarëdo gjë qoftë është një ditë suksesi kjo dita e premte, që është arritur nga ndihma që ju është ofruar nga individ të rëndësishëm. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku pranoni se diçka je i ka ardhur fundi, do me thënë se të thuash iku, mbaroi e kaluara dhe vazhdojmë drejt së ardhmes, se çfarëdo gjë kjo e kaluar kishte brenda vetes së vet, që nga një problem që e patët shumë të madh, që nga humbja e një personi shumë të dashur që u largua nga jeta, apo e patët të vështirë ta pranoni këtë gjë, që nga zbulimi që keni bërë në lidhje me individ të caktuar që tani me që morët verse ku jeni me ta i thoni ajde bye bye dhe mos ta pafsha më suratin, e kështu me radhë, por që ajo çka vjet tre ditën e shtunë është se nuk keni lidhje më me ato çka ishit, jeni komplet tjetër gjë prej këtej në vazhdim dhe jeta juaj vazhdon komplet ndryshe, dhe përveç kësaj është një periudhë rilindjeje, kështu konsiderojeni momentin prej andej në vazhdim. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita ku prapë njëjta gjë, do me thënë jeni në fund të një të ligja gjithë javës me përjashtime të vogla, duket se ditën e diel keni mundësi të kërkoni rrënjët tuaja, njerë ku e keni prejardhjen, nga
do bëni pyetje të tilla, ore ne nga erdhëm, si erdhëm, qysh erdhëm, çfarë fisi jemi, apo ju që nuk e keni iden. Ju që e keni iden mund të doni të shkoni të vizitoni ato treva për shembull. Nuk është e thënë me se s'bën kjo gjë të jetë fizike, fiktive, kështu si po e them, mund të jetë edhe në mendjen tuaj, domethënë mund të bëni një kthim pas të kaluarën. Me individ që keni kaluar kohë me ta, mund ta bëni këtë gjë përmes një albumi fotografik ose përmes kujtimeve që keni për sa i përket të kaluarës. Një individ nga e kaluara kthehet në jetën tuaj për të kuptuar se sa keni ndryshuar të dyja palët dhe po mund të lindi një romanc, mund të rilindi një romanc, por sido që tjetër është një ditë e bukur për ta kaluar në midis njerëzve të dashur, për të bërë aktivitete që ju bëjnë të ndjeni mirë, për të kënaqur me jetën në vijat të përgjithshme. Përshëndetje e binjakëve dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. T'ju uroj një javë sa më të mbarë, t'ju uroj të shkojë gjithçka mirë, në qoftë se këtu na mbyllen gjërat, do më gjeni në YouTube Zodiac Oracle, kështu që fillojmë direkt mos të mbasim kohë. Për sa i përket, jo këtu jemi këtu. Për sa i përket ditës së hënë, po. Për sa i përket ditës së hënë, unë do ju thosha, nëse duhet të merrni vendime të rëndësishme, mos u nxitoni të merrni ato vendime. Nëse dua vendosin dhe laku në fyt më mirë, thoni që asgjë nuk pranoj dhe bëj si të duar, sesa t'ju detyrojnë të tjerë të merrni vendime dhe ato të jenë të gabuara dhe ju të ngrisni mundësi të tjera më të mëdha pak më vonë. Kështu që përsa i përket ditës së hënë, po ju them mos u nxitoni, mundoni të merrni kohën tuaj për të vendosur, nëse dikush ju vë me shpatulla pas murit, lëreni fare atë muhabet, edhe prisni sepse ju pret diçka më e mirë akoma. Plus, nuk besoj se do jeni të kthjellët mjaftueshëm ditën e hënë për të zgjedhur ato çka është më e mira për ju, kështu që thjesht evitojini këto lloj gjërash. Tani përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita ku pranoni oferta do thosha dhe propozimet e ditës së martë, sepse zgjasin në kohë. Pra lëreni ditën e hënë, nuk jeni të qartë, nuk dini se çfarë po bëni. Përsa i përket ditës së martë jeni më të kthjellët, dita ofron më shumë mundësi për të ecur përpara, për të bërë gjërat e duhura, përsa i përket propozimeve, ofertave dhe në punë dhe në aspektin personal. Shumë prej jush mund të merrni atë propozimin e shumë pritur, përsa i përket dashurisë, pra vazhdojmë përpara, a je gati, po jam gati, okay, vazhdojmë jetën tonë atje ku duhet ta nis ta vazhdojmë dhe përsa i përket bashkëpunimeve mund të lini një bashkëpunim shumë i rëndësishëm ditën e martë. Çfarëdo lloj gjëje sjell dita e martë, keni parasysh ka gozgjatje dhe është diçka shumë e bukur. Pra nuk ka për të shtrembëruar, le të themi, më vonë. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur sjell ato lajme të shumë pritur, ato lajme që mezi keni pritur, ato lajme që kanë mbartin me vete zgjidhjen e një problemi, faktin që ju jepet okay për të vazhduar me një plan objektivin tuaj, mesazh se ju aprovua kërkesa, çfarëdo lloj gjëje qoftë, duket se është në favorin tuaj përsëri, po mund të jetë një mesazh i cili ka një rikthim brenda vetes së vet, ose nëse keni bërë analiza tani së fundmi, duket se rezultati i analizave ju del për mirë. Pra merrni të paktën përgjigjen e analizave dhe nuk besoj se ju del për keq. Për sa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte është dita ku kujdes çfarë po bëni me investimet tuaja, me financat tuaja, nuk është momenti për të investuar, me thënë të drejtën, nuk është momenti për të marrë me financat apo për të bërë biseda të çfarëdo lloji në lidhje me financa dhe investime. Evitojeni këtë ditë për gjëra të tilla. Kujdes me shëndetin, kujdes se çfarë po bëni me përditshmërinë tuaj. Një pikë së pari, mos harroni se flasim gjithmonë për ekonomi, financa, por harrojmë se këtu brenda te mirëqenia është edhe shëndeti ynë, është edhe realisht ajo çka jemi dhe përfaqësojmë. Kështu që edhe këtu me sa duket jeni duke bërë gabime të caktuara. Nuk di ç'u them më shumë se kaq, vetëm bëni kujdes, okay, me sa i përket këtyre çështjeve ditën e enjte. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku arrihet një sukses shumë i madh, të paktën për sa i përket zyrave dhe punës që u lidh me zyra, me institucione, me karrierën tuaj, pse jo? Pra vjen një zgjidhje, vjen propozim përsëri, një ofertë, çfarëdo lloj gjë qoftë, duket se është në favorin tuaj, ose ju mund të keni një sukses shumë të madh në ambientin e punës, i cili ju jap të dyer të tjera për më lart akoma. Pra çfarëdo lloj gjëje ka lidhje, ju thash, me institucione, zyra, një individ brenda këtyre institucioneve dhe zyrave ju ndihmon, ose mund t'ju bëhet një ofertë, një propozim për të qenë pjesë e diçkaje më të madhe në karrierën tuaj.
e hënë e martën, kurrente e premte. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita është dita ku ndjeni mirë, ndjeni se problemet kanë kaluar dhe nuk do të vazhdojnë më. Pra çfarëdo problemi keni pas duket se po zgjidhet në ekonomi, financa, në dashuri, me ju që se keni një person që e gjeni, ose që keni pak kohë që keni gjetur që sigurohen në lidhje me këtë person, ose që keni pas probleme në marrëdhënien tuaj që i sheshoni këto lloj problemesh. Me shëndetin tuaj gjeni zgjidhje, me ekonominë tuaj duket se arrihet të gjendet zgjidhja përsëri. Ktu është dita e jam mirë dhe jam mirë fizikisht, psikologjikisht dhe sa thuash mendërisht dhe çfarëdo lloj gjë tjetër mund ta ndjeni si mirëqenie dhe moment të bukur, pra moment qetësie. Edhe këtu premtimet që do bëhen janë të vërteta, janë të sinqerta, fjalët që thuhen janë të zemrës, dalin nga zemra. Dhe po, shumë do të jeni ju ata të cilët do dëgjoni personin e zemrës tek ju premton për më shumë, ose tek ju zgjidh probleme, ose tek ju bën propozimin për të vazhduar më konkretisht bashkë. Tani përsa i përket ditës së diel, që ta mbyllim me ditën e diel, dita e diel është ditë fati, njerëz. Është një ditë që nuk e di, veshët hapur dhe syt hapur, çfarëdo lloj propozimi, oferte ju bëj dhe thoni po. Për sidomos për ju që po kërkoni një okazion, shikoj se kjo gjë është mund të jetë kudo, që nga rastësisht bëj dillin e jetës time, domethënë, mund të jeni duke kërkuar për të blerë një shtëpi, për shembull, ju del bam bam. Ose një makinë nëse doni ta blini, ose një blerës nëse doni ta gjeni. Për gjëra të tilla është okazion, është letra e okazionit, e mundësive, e fatit, e rastësisht. Kështu që, çfarë do them? Mundoni të bëni jackpot dhe ju. Por juve që pëlqen të luani, me sa duket, fitimet do i keni të mëdha. Varet se ku luani, në bursë, kripto, me çfarë merret secili, me bixhoz, pse jo, e thon troç të thjesht, do ju dalin fitime ditën e diel dhe kjo gjë është gjë e mirë. Po çfarëdo lloj gjë që do arrini të bëni si deal, pra marrëveshje, ka atë lloj natyre. Pra të pothuajse fitime kështu bam të papritura, okazione, gjëra të tilla. Shumë mirë pra. Përshëndetje, përshëndetje nga Forest dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Ju uroj një javë sa më të mbarë, sa më të begat, sa më të mirë ta keni, të jetë e mundur. Nëse këtu nuk do të shifemi më, për arsye që dihen që nejse, do më gjeni në YouTube Zodiac Oracle dhe çdo gjë në rregull. Tani, për sa i përket ditës së hënë, me sa duket këtu, për ju që jeni femra të paktën një mashkull i jetës tuaj duket se ka për të pasur një goxha sukses dhe të bashkëshorti, përmes ti përfitoni dhe ju, si bet fjalë. Ose le të themi që përsa i përket çështjeve që kanë lidhje me financat, me sigurinë materiale, me gjëra të tilla, duket se arrihet një farë suksesi i rëndësishëm. Pra çfarëdo lloj bisede do të kryet, do të bëni. Ditën ose çfarëdo lloj marrëveshje do të nënshkruani ditën e hënë në lidhje me çështje të tilla, financa që ka fjalën, duket se gjërat ecin mirë dhe përmes këtij bashkëpunimi apo marrëveshje që do të keni, duket se arrihet të siguroheni ekonomiko-financiarisht dhe materialisht. Pra, dita e hënë favorizon çështje financash, që ka lidhje ose me punën tuaj, ose me një individ që ju mbështet ekonomiko-financiarisht, apo ju jep mundësinë të zhvilloheni ekonomiko-financiarisht, si jeni femra dhe meshkuj. Punët ju ecin mirë pra dhe keni fitime ditën e hënë, ose çfarëdo lloj gjë diskutohet ditën e hënë ka shtrirje afat gjatë përsa i përket fitimeve tuaja. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita ku shumë prej jush ndjeni të lodhur, pra jeni e kundërta asaj gjës që po them. Pse? Sepse këtu jeni ju ata të cilët po vuani në një punë që nuk e doni, po vuani në një përditshmëri që nuk ju shkon, jeni lodhur pra me rutinën tuaj, qoftë në punë, qoftë në familje, qoftë në një lidhje marrëdhënie që mund të keni me dikë, dhe jeni lodhur sepse e shikoni që edhe pse po përpiqeni, po mundoheni, asgjë nuk po del në dritë. Kështu që nuk do më bënte çudi nëse ditën e martë shumë prej jush merrni vendimin që të shikoni dhe për mundësi të tjera punësimi, apo për një natyrë tjetër marrëdhënieje, apo për nuk e di, për ndryshim në përditshmërinë tuaj, në rutinën tuaj, dhe edhe mund të ishni dorë nga një punë që po bëni, apo nga një person i cili ju lot më shumë se sa po ju ndihmon të ecni përpara, sepse shikoni që nuk shkruhet gjikundi me të. Pra, është reflektim ndaj realitetit dita e martë për ju dhe varësisht çfarë vendimesh do merrni në lidhje me këtë realitet. Tani për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita ku përsëri është njësoj si dita e hënë, domethënë
Edhe mund të vijë ai princi i kaltër i cili ju nxjerr nga mizeria juaj, sa bukur e thash, po nejse. Ose është ai fati që troket në derë dhe thotë, "Ej, shiko, këtu ku je, kaq merr." Po të më ndjekësh mua gjatë janë ndryshe. Dhe e vërteta kjo është, kështu që pranoni propozime, oferta që ju bëhen ditën e mërkur, janë të sinqerta, nuk kanë për qëllim mashtrimin, përkundrazi kanë për qëllim realizimin. Ju femra do merrni është dita e propozimeve, është dita që ai mashkulli që prisnit t'ju vinte të propozonte vjen, dhe ju qeni meshkuj me sa duket merrni vendimin që të vazhdoni mëtej me dashurinë, do të thënë merrni vendime konkrete për sa i përket një personi që e keni në jetën tuaj. Favorizohen nisma dhe iniciativat në lidhje me biznes dhe me financa, kështu që ecni të lirë ditën e mërkur. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku unë do thosha, është një ditë që jeni të çlirët të paktën, ja ku jemi, hëna, jemi në ju shkon si shenjë muj dhe kjo, por që psikologjikisht, sepse jemi tek peshqit dhe peshqit janë psikologjia, janë ndjesit e brendshme, është intuita, janë ëndrat, janë substancat ose çfarëdo do gjë mund të jetë një varësi e caktuar. Pra si të thuash është një moment ku ndihesh psikologjikisht i çliruar. Dhe çfarëdo vendimesh që i merr me mendje të kthjellët. Gjithashtu është dita ku mund të merrni lajme të cilat ju gëzojnë, ju qetësojnë, sjellin zgjidhje në një problemi. Pra çfarëdo gjë ka kjo ditë brenda vetes së vet, është qetësi, relaks, çlirim nga një situatë e cila ju kishte shkaktuar goxha ankth më përpara. Mund të ketë lidhje me shëndetin tuaj, mund të ketë lidhje me një person që pristi ndoshta të kthej apo t'ju siguronte se si po ecin gjërat në lidhje me objektivat tuaja, çfarëdo gjë qoftë, le të themi është ditë ku qetësoheni me lajmet që merrni dhe me konkluzionin e këtyre pritshmërive tuaja, por që do bëni kujdes ama me njohje të reja. Aty do bëni shumë kujdes, mos u tregoni naiv dhe nuk marrim vendime nuk marrim. Presim të shohim çfarë vendimesh janë marrë për ne, po, dhe çfarë zgjidhje sjell dita, por që ne të pozicionohemi të marrim vendime nuk i marrim. Keni parasysh të gjë. Tani përse një hënë e martë e mërkur e enjte. Përse i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku nuk e di këtë javë duket se keni shumë mbështetje ekonomiko-financiare, do me thënë keni nevojë për mbështetje të tillë, ja ku e keni, nuk ka për t'ju munguar, çdo gjë është në favorin tuaj. Pra një mashkull i rëndësishëm duket se ju jep zgjidhje problemeve tuaja, mund të jetë vetë shteti, mund të jetë edhe një institucion bankare, mund të jetë një kredi që kërkoni aprovohet apo diçka e tillë, por sido që të jetë gjërat ju ecin mirë. Po ne martëm kur e premte mos me individ të rëndësishëm. Përsa i përket ditës së shtunë, e hënë e martëm në njëre, e mërkur e premte. Vemi të dita e shtunë, dita e shtunë për sëri fitime, por kujdes, me thënë dita e shtunë është dita që u tregon qartë se ndonjëherë fatin duhet ta lësh të bëj punën e vet, me thënë nuk duhet ta kundërshtosh. Ndonjëherë është momenti të lësh gjërat të rjedhin vet. Ndonjëherë mund të duket sikur gjithë bota po të kthehet kundër, por ajo çka nuk kupton është se realisht rrugët të çojnë atje ku e ke destinacion të jesh. Pra, si të thuash, është ditë fitimesh, është ditë ku ndryshon fati juaj, dhe mbas ndoshta ndryshe i prisni gjërat, ndryshe ju vinë, por do arrini më mirë qëllimet tuaja, besomuni. Thjesht keni besim tek fati juaj se ku po ju çon, mos e kundërshtoni ditën e shtunë, do ju çoj atje ku është më mirë për ju. Për sa i përket ditës së diel, mos u shqetësoni nëse një pronë që doni ta shisni nuk po shitet, në qoftë se nuk po gjeni blerës, në qoftë se nuk po gjeni mundësi investimi, në qoftë se gjatë ju kanë ngecur, e përkohshme është, po ndodh kjo gjë që ju të reflektoni ndoshta pak më mirë përpara se ta shisni, jepni një objekt, përpara se ta shfrytëzoni siç mendoni ta shfrytëzoni, ndoshta është momenti ta përpunoni pak më mirë si ide. Ndoshta kështu si po mendoni ju dili më shumë me humbje. Prandaj po ju them mos u dëshpëroni, vetëm vjeni truri në punë dhe shikoni çfarë momenti po ju mëson. Bëni ndryshime përshtatje dhe kjo gjë ju ecën më së miri. Thjesht është moment reflektimi, jo bllokese, siç e mendoni ju. Gjërat do ndryshojnë shumë shpejt dhe për më mirë. Përshëndetje, shenje Luani dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Sigurisht që t'ju uroj një javë sa më të mbar, uroj që gjërat të shkojnë mirë,
nëse TikToku mbyllet do më gjeni në YouTube Zodiac Oracle dhe si do që tjetë vazhdoj me ditën e hënë. Okej, dita e hënë është dita ku nuk e di pse ju duket, shiko, do kuptoni ditën e hënë se ato mundësit e mëdha që i keni pasur dikur, nuk i keni më. Pra, duke sikur do beni pishman për ato mundësi që i kishit dhe nuk i shfrytëzuat. Pse? Se do shikon që i kanë shfrytëzuar të tjerë edhe po ecin përpara, ndërkohë që ju në vend numëro dhe tani është vonë. Do të thënë, është ditë reflektimi dita e hënë për ju, për ide që keni pas dhe nuk i keni realizuar, për objektiva që keni pas dhe i keni lënë pas dore. Shikoni të tjerë të realizuar në ëndrat dhe objektivat tuaja dhe kjo që do ju mërzisi, por të paktën t'ju bet mësim për të ardhmen, që ajo që ka është ide juaja, të mbetet ide juaja, ta guxoni dhe të keni sukses. Nga ana tjetër, shumë prej jush mund të përpiqeni ditën e hënë të arrini objektive, të arrini realizime, të çoni deri në fund një punën tuaj, por do hasni në pengesa dhe edhe kjo që do ju mërzisi. S'ka gjë, përkohshme është, por që duhet të kuptoni se gjërat bëhen atëherë kur janë për të bërë, jo kur ka kaluar kohë dhe ai ta kapësh më situatën. Përsa i përket ditës së martë, sigurisht gjërat janë të lidhura me njëra tjetrën, mundësi të humbura, sjellim dhe si ta thuash pa mundësi realizimi atje ku realisht do të realizohesh. Pra, ajo që i thash për ditën e hënë, shumë mund të përkthehet në një humbje ekonomiko-financiare, nëse do kishte guxuar të investoni që nuk e bët, dhe momentalisht shikoni se ku ndodheni dhe situata nuk e pëlqen, që do të thotë ekonomiko-financiarisht jeni dobët, nuk po ju ecin gjërat ashtu sikurse shpresonit juve që t'ju ecnin. Shikoj se përkohshme nuk do zgjasin shumë këto situata, por sido që tjetë do ta vuani momentin. Dhe në përgjithësi dita e martë ka një mizerie brenda vetes së vet, do të thënë asgjë gjë nuk ju duket e hajrit, ju duket sikur keni ngecur në vend numëro, ju duket sikur me financat jeni bërnut, ju duket sikur jeta nuk ka fare kuptimi, nuk ju do fati, nuk është e vërtet, është e përkohshme, por që këto lloj ndjesish do të keni në lidhje me jetën tuaj ditën e martë. Në vend që ta vini kokën në jastëk, unë do thosha reflektoni nëse ka diçka që nuk ju pëlqen, jeni akoma në kohë për ta ndryshuar. Për sa i përket dhe kujdes, nuk investoni ditën e martë, sepse do humbisni me të vërtetë shumë të mëdha dhe mund të arrini deri në faliment. Kujdes. Dhe për sa i përket financave dua të them këtë gjë, por edhe për sa i përket dashurisë, është e njëjta gjë. Kujdes se ku investoni, në persona apo në, nuk e di, asete apo çfarëdo gjëra shofshin. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është udhëtim, është iniciativë, është një mundësi për eksplorim, për të parë një ide të re, një mundësi të re realizimi diku, një punë e re, një sipërmarrje e re, nuk do nisi kollaj që në fillim, por nëse sa thua këmbgulni dhe nuk ishni dorë nga objektivi juaj, do të keni me të vërtet shumë vite realizimesh të bukura dhe shumë para për të fituar. Pra si fillim do të jetë i vështirë, ama do ju sjelli me të vërtet mundësi shumë të mira fitimi dhe përfitimi. Tash udhëtimet favorizohen ditën e mërkurë, gjithashtu çfarëdo gjë ka të bëjë me tregtinë dhe me turizmin, pse jo. E mërkura tham kjo. Për sa i përket ditës së ejte, dita e ejte është dita ku bëni kujdes nuk përfshihemi në debate, sidomos për sa i përket interesave. Tani këtu po kemi plasë interesash, por nuk do të thotë që të marrim tani pushkën edhe pushkatojmë të gjithë, të marrim të gjithë me radhë. Mundoni që gjërat të zgjidhni me dialog. Në qoftë se nuk arrihet, okay, mundoni gjeni mënyrë se të mbroni interesat tuaja, por mos arrini deri në degenerim të situatës. Mundoni të qëndroni besnik ndaj personalitetit tuaj dhe vlerave tuaja. Gjërat do të zgjidhen pak më vonë, por që sido që tjetë kam për t'ju thënë se përsa i përket pronës, përsa i përket gjithçka është interesi juaj, apo vlerat tuaj, apo parimet tuaj, apo nuk e di, gjërat që janë tuaja dhe kanë shumë përparësi dhe rëndësi për ju, atëherë mundoni t'i mbroni me dialog nëse mundeni. Nëse nuk mundeni, prapë nuk përfshiheni në situata të tilla, sepse mund t'ju dalin me të vërtet shumë keq. Kujdes, domethënë me ditën e hënë e martë mërkurë e ejte. Përsa i përket ditës së, po që vihet re një farë konflikti në ambientin e punës, shoqërisë, çfarëdo gjë ku vihet re se preket interesi juaj.
Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku shumë prej jush vendoset të martoheni, fejoheni gjëra të tilla, si bëhet fjalë, ose lidhi një bashkëpunim shumë të rëndësishëm që do të shohë rezultate shumë të larta, të rëndësishme prej këtej e në vazhdim. Kështu që edhe nëse ta zë dita e njëjtë ju çon në një konflikt shumë të madh me një punëdhënës aktual, me nuk e di, prishet një marrëveshje, një bashkëpunim, apo ndoshta edhe një marrëdhënie në çift, unë do thosha keni mundësi për të realizuar pak më tutje më mirë. Kështu që mos u shqetësoni. Por konkretisht, kjo nuk e dhe shkëputur totalisht nga dita e njëjtë dhe themi se po shumë prej jush vendosni në lidhje me situata të tilla ditën e premte, pra për një fejesë, bashkëtesë, martesë apo për një bashkëpunim shumë të rëndësishëm që ka për t'ju ecur shumë mirë në të ardhmen. Po. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku situata ndryshon shumë shpejt. Domethënë mund të keni lënë të takojeni me dikën, nuk do realizohet. Domethënë objektivat tuaja nuk realizohen në momentin që ju prisni të realizohen, që ju kthejnë frikë dhe pasiguri nga e kaluara. Do të ndjeni përsëri vulnerabël ose të pafuqishëm për të vazhduar përpara me jetën tuaj, me një marrëdhënie në çift, me ekonominë, me financa, do të ndjeni paksa të trysnuar, kujdesuni të dalin shpenzime të paparashikuara, mundoni të menaxhoni sa më mirë ato, dhe psikologjikisht do të ndjeni pak të rënduar, do të shikoni gjërat më të zeza nga që realisht janë, por që kujdes, kjo është një situatë që kalon shpejt. Kështu që mos u bëni pre e kësaj dite, sepse gjërat do ndryshojnë shumë shpejt. Përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita ku mbyllet diçka përfundimisht, mund të jetë një marrëdhënie e cila ka ardhur fundi, mund të jetë një bashkëpunim që ka ardhur fundi, mund të jetë një epokë, një 13 vjeçar i jetës tuaj që nuk do vazhdojë më prej këtej në vazhdim, që do të thotë ndërpriten marrëdhënie me persona të caktuar dhe nuk keni për t'i parë më dhe as keni për të dëgjuar më prej tyre, por jeni dhe ju ata të cilët do vini një ndryshim shumë të madh me veten tuaj. Por është edhe dita ku po mund t'i thoni lamtumirin e fundit një personi të dashur tuaj, por që pra që largohet nga jeta, por që pasi ka vuajtur shumë, është gjë më e mirë që mund të ndodhte, sepse shpëtim nuk do kishte sido që të jetë, por të paktën shpëton nga vuajtjet. Këtë lajm e merrni diku aty nga ora 6:30 me 7 paca e mbrëmjes. Me thënë të drejtën, kjo më të ndodhi edhe ditën e shtunë brenda kësaj ore dhe përcjellja bëhet po në shumë detaje. Përcjellja po bëhet ditën e diel ose ditën e diel dhe merret vesh pjesa tjetër. Po që nejse kështu. Përshëndetje, shenjave gjyreshës dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Unë do ju uroj një javë sa më të mbarë dhe uroj vërtet jetë kështu. Nuk e di se si e kaluat këtë eklipsin hënor, është akoma në veprim e sipër, akoma si ka mbaruar rrezja e veprimit, do zgjat si goxha në kohë. Unë nuk prandaj të zbëra parashikime, nuk e pash të udhës, nuk më duk ndonjë tragjedi si që e bëm pjesa me madhe. Kjo ishte thjesht një hënë për të reflektuar mbi ato çka nuk na pëlqejnë tek vetja jonë, për të hequr qafe vese të këqija, tendenca të këqija, për të shpëtuar nga fobira, nga traumat e së kaluarës, për të reflektuar pra në ato çka ishim dhe çfarë jemi dhe çfarë duhet të jemi. Tani varet se si e ka përjetuar secili prej jush, por që për mua kështu vlente dhe më tepër sa thjesht një shkatërim siç u bë buje madhe, shikoj më tepër si një mundësi shpëtimi, që do vazhdoj për mua gjithmonë derisa të jenë aktive noduset e hënës. Pra sa jemi akoma në aksin vigjyresh peshk vigjyresh. Kështu që shifini me kujdes këto gjëra dhe ndonjëherë verifikoni para se besoni. Çfarë do gjë që u thuhet lart e poshtë. Ka shumë keq informim, këtë që ditua them. Tani, përsa i përket ditës së hënë. Dita e hënë është dita ku sigurisht ja ku jemi. Thama, folëm, po. Ky është momenti ku, shikon sa sakt, shumë bukur. Pra jemi akoma jeni duke shpëtuar nga e kaluara, nga fobirat, nga frika, nga pasiguria, me një vesh, keni marrë vesh, pjesa me madhe prej jush, plot të vërteta që takoj një së kaluare e cila ju ka mashtruar, ju ka gënyer, me individ të rem, e gjëra të tilla me radhë, por që po ky është momenti që bëni paqe me veten, jeni pas krave, çfarëdo gjërash ju trysnuan apo ju mërzitën apo ju
bën të vuajnit në lidhje me të kaluarën dhe më në fund gjeni rrugën tuaj. Këtu vjen një stabilitet dhe përsa i përket psikosintezës tuaj, por dhe përsa i përket jetës tuaj në vija të përgjithshme, ku shumë prej jush do të ndryshoni zakonet tuaja dhe në ditën e përditshme, sikurse po them, por edhe do të keni mundësi të rikuperoni në financa, të gjeni një person të hajrit, pse jo, dhe më në fund çfarëdo gjë që eci keq të mund të marrë drejtimin e dur. Në rregull, kështu pra. Përsa i përket tani ditës së martë, dita e martë është dita ku do të vini re të paktën një shtim të ardhurave, as i bëhet fjalë, por që kjo është më tepër një letër e cila i referohet të ardhmes, dhe ajo çka tregon është se prej ditës së martë varet se çfarë do diskutoni, çfarë marrëveshjesh do të bëni, çfarë vendimesh do të merrni lidhje me financat tuaja, me jetën tuaj, çfarëdo gjë pra diskutohet apo arrin një farë konkluzioni, duket se ju stabilizon ekonomiko-financiarisht, shpirtërisht, materialisht në jetën tuaj prej këteje në vazhdim. Pra prej këteje në vazhdim duket se ju pret një goxha fat i madh. Dhe fati mund të jetë thjesht më zgjidhen gjërat me kullajllëk, nuk lodhen portarit u qëllimet e mia, më hapen rrugët me një herë, vin persona pozitiv në jetën time e kështu me radhë. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita ku edhe më bukur akoma jemi në linjën e kësaj dite që po i thosha, këtu për të gjithë ju që jeni pjesë ose jeni në botën e artit, jeni në rrjetet sociale, bëni pjesë në një shoqëri të zgjeruar, jeni pjesë e një grupimi shoqëror, kulturor, artistik, çfarëdo gjë qoftë, duket se ju pret një sukses shumë i madh. Por dhe nuk mund të përjashtoj mundësinë që t'ju bëhet një propozim për një bashkëpunim shumë të rëndësishëm i cili do bëj një bujë shumë të madhe dhe nuk do ketë impakt vetëm tek ju, por do ketë një impakt të gjerë dhe tek individ të tjerë, pra mund të bëheni star, mund të bëni vipa, mund të bëhet çfarëdo gjë mund të bëhet, dhe është në favorin tuaj. Përsa i përket sipërmarrjeve, edhe këto favorizohen, dhe çfarë të them, duket sikur po lulëzon jeta juaj dhe është një moment shumë i bukur, pra të paktën dita e martë dhe dita e mërkur duket se ju japin këto lloj mundësish. Kujdes të nuk zgjasin një ditë e dy, zgjasin për shumë kohë. Dhe edhe sikur të ketë situata dhe momente negative se normale jeta e tillë është, prap mbizotërojnë ato të dyja. Pra zgjidhja në fund është pozitive dhe suksesi është i garantuar. E mërkura pra, e njëtja jemi këtu. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte jeni më social përsëri. Jeni më social, keni kuptuar se kush jeni, keni hedhur pas krave çfarëdo lloj frike pasigurie ju ishte krijuar në lidhje me të tjerët, pra keni parasysh e ishni qathe atë fiksimin tuaj me përsosmërinë, me të qenë perfekt, me të qenit të dashur nga të gjithë, të pagabueshëm, nuk do ju shqetësoj me një gjë e tillë. Jeni shumë të kthjellët në mendimet tuaja, tani e njihni veten tuaj. Kaloni një periudhë të gjatë izolimi, po tani keni qejf të dilni, të argëtoni, takoni individ të rinj dhe përmes këtyre individëve të rinj duket se takoni dhe persona vërtet të rëndësishëm që do ju mbështesin në iniciativat tuaja të mëvonshme. Ju që jeni vetëm njihni dikë i cili nuk do ju se thua ndrydhi më, por do ju lëri liri veprimi. Dhe në përgjithësi le të themi që dhe përsa i përket ekonomisë, financave gjenden zgjidhje, dhe përsa i përket bllokesave emotive që keni pas, edhe këtu gjërat ecin për më mirë dhe në përgjithësi keni mundësinë të dilni më tepër, të argëtoheni më shumë, të udhëtoni pa e qarë kokën, pa e vrarë mendjen, të keni eksperienca të reja dhe të nisni një hobi të ri, pse jo. Pra jeta juaj po ndryshon dhe po ndryshon për bukur. Pra po dilni së thuash nga një ngërçi ku kishit hyrë prej një kohe të gjatë. Sidomos ju që këtë periudhë keni pas 9 mujore, duket se po ndryshojnë gjërat për ju më në fund. Pra kjo ishte e njëjtja. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku jeni në pritje të diçkaje, por nëse do vazhdoni të prisni, humbisni mundësitë tuaja. Por nëse tentoni ta ndryshoni vetë situatën, të tipi dua të flas me dikë, flas vetë, dua të zgjidhni situatë, zgjidh vetë dhe nuk presi kjo gjë të ndodhi vetë ju, atëherë them se tu keni më shumë gjasa të keni sukses. Pra një këshill që po ju jap në lidhje me ditën e premte është që guxoni vetë të sillni ndryshimin në jetën tuaj dhe mos prisni që ndryshimi të vi vetë. Dhe për ju që duhet të merrni vendime me të vërtet shumë të rëndësishme, atëherë mundohuni ta shikoni jetën tuaj
si spektator dhe merrni këto vendime ashtu. Se sa thjesht jeni në pritje të ndryshimit të roleve, do jetë më vështirë. Kështu për sa i përket ditës së e martëm kurrejtë e premte, për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku mbyllet një derë dhe hapet një derë tjetër. Këtu çfarë do vendime shmerrni përcaktojnë të ardhmen tuaj, me sa duket vendimet që do të merrni këtu janë të prera. Mund të vinë për shkak të një zbulimi që do të bëni, ose për shkak të një së vërtetë që mësoni në lidhje me persona, individ, situata, dhe prej andej në vazhdim me që asgjë nuk mbetet e njëjtë, edhe ju vendosni që të bëni pjesë e ndryshimit të jetës tuaj. Por sido që të jetë, është dita që merrni vesh shumë gjëra, është dita që kuptoni se si funksionojnë gjërat, si realisht është e vërteta, dhe prej andej në vazhdim vendimet që merrni janë pak tim pas. Por keni parasysh një gjë, nëse do ju duhet të mbyllni një derë, ka për qenë shumë e vogël krahasuar me atë derën e madhe që ju hapet prej andej në vazhdim. Kështu që mos u shqetësoni fare. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita ku shpëtoni nga, po ju them, jeni akoma në ndikimin e hënës dhe kjo që do zgjasi për shumë gjatë në kohë. Dhe po, shpëtoni nga iluzioni ku e kishit futur veten tuaj, kuptoni se nuk kishte asnjë arsye pse ju të kishit frikë, po as vetë nuk e dini se nga ju lindi ajo lloj frike në cilën keni jetuar për kaq shumë kohësh. Hapni sytë dhe kuptoni se individi ndonjëherë vetëm mban të bllokuar, të trysnuar veten e vet dhe ja mbyll rrugët vetes për shkak të frikës, mosbesimit dhe sidomos mosbesimit në vetvete dhe aftësive që keni, kështu që këto gjëra mbarojnë këtu. Pra ishin qafe një fobi, një frikë, një pasiguri, jeni më të sigurt në veten tuaj dhe kuptoni që gjithçka e shikoni si thash me frikë ishte thjesht iluzion në kokën tuaj, gjë që nuk ka për të ekzistuar më prej këtej në vazhdim. Pra, rimerrni kontrollin e jetës tuaj përsëri. Dhe, për që keni vuajtur nga një depresion apo gjendje ankthi, duket se riktheheni në origjinë. Përshëndetje shenjë peshores dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. T'ju uroj një javë sa më të mbar, t'ju shkojnë gjërat mirë, do Zoti, vërtet. Dhe nëse ndodh që të na mbyllet ky TikTok i famshëm, atëherë më gjeni në YouTube Zodiac Oracle. Të mbajeni mend. Tani përse i përket ditës së hënë, dita e hënë është dita ku akoma jeni në përpjekje sipër për të mbrojtur interesat tuaja, punë, përpjekje, vështirësi, lodhje, sigurisht, apo shikoni rezultat 50 me 50, do të thënë se të thuash për një objektivin tuaj, për një iniciativë që keni ndërmarrë, për çështje pune, jete, mishënjeje, financash, jeni akoma në përpjekje sipër. Ka goxha vështirësi, as i bëhet fjalë që ka trysnik, po ka dhe persona të cilët po ju vendosin në vështirësi dhe më të mëdha akoma me neglizhencën e tyre për të marrë iniciativa kur duhet, për ta bërë punën siç duhet, por sido që të jetë pavarësisht vështirësive, do të keni dhe sukses. Kështu që vazhdoni punën tuaj siç e keni nisur, dita e hënë sjell edhe mundësi realizimi, do të shikoni dhe rezultatet e para të asaj çka keni nisur, vetëm mos hiqni dorë dhe vazhdoni kështu siç e keni nisur pavarësisht lodhjes që keni kaluar. Prap suksesi është me ju. Pra jeni në proces e sipër, por suksesi po garantohet. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita ku do të bëni shumë kujdes nga personat falso. Pra, çfarëdo lloj gjëje që ju bëhet si premtim, cilido person ju vjen dhe ju afrohet, sidomos nëse ka lajka, ka premtime të mëdha, është shumë, nuk e di, duket sikur Zoti i Madh, do të thonë, u bë detikos, këtu bëni kujdes sepse është një mashtrim i madh. Është një mashtrim shumë i madh, kështu që prandaj po ju them bëni kujdes propozime, oferta, çfarëdo lloj gjë ju thuhet, ju premtohet ditën e martë ose cilido person vjen kështu si goloz, është e vërtet fare, është një gënjeshtër e madhe, bëni kujdes, pra mund të mashtroheni. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita ku këtu vërtet mund të arrijeni qëllime shumë të mëdha, në lidhje me artin, në lidhje me sportin, në lidhje me fëmijët, në lidhje me punën krijuese, në lidhje me juve, në lidhje me kur them puna krijuese, në lidhje me sipërmarrjet, por që kanë lidhje më tepër me organizime eventesh, shfaqjesh, e gjëra të tilla, do të thënë ju që jeni në këto lloj fushash do të keni një sukses shumë të madh dhe po ndriçoni jeta juaj më në fund po merr një farë drejtimi. Dhe për ju që keni pas probleme në familje, në ekonomi, në financa, në psikologjinë tuaj, pra ishit në një moment ku vërtet po vuani të keq dhe nuk po shihni të drejtë jeshile, duket se ja ku jeni dhe çdo gjë duket se do ju ecë mirë prej këtej në vazhdim. Kujdes. Ju a them këtë gjë sepse kjo nuk është një situatë e cila ndodh për shembull ditën e mërkurë dhe mbaron aty.
Kjo do zgjasi për një vit, ndoshta edhe më shumë, që do të thotë pavarësisht vështirësive që do të hasni prej këtej në vazhdim, prap rezultati mbetet jetë ky që është. Në rregull, keni parasysh këtë gjë. Për sa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte është, çfarë do them tani këtu, mos u përpiqni shumë për sa i përket ditës së enjte të arrini objektiva me se s'bën, sepse pavarësisht sa do të trysnoheni ju dhe të përpiqeni, nuk do të keni sukses. Domethënë merreni gjërat me qetësi ditën e enjte dhe nëse nuk vjen ashtu sikur se doni ju, mos u mërzisni, do arrini atë qëllimin tuaj një moment tjetër, thjesht nuk është ky momenti. Okej, kaq keni parasysh, dhe mos u lodhni shumë, sepse sado që të lodheni, nuk do arrini dot atje ku doni ju të arrini. Enjte kjo. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku po, këtu merrni një lajm shumë të rëndësishëm, me aprovimin e një kërkese tuaja, me një okay që merr lidhje me një gjë që doni të arrinit, me një kontratë pune që mund ta nënshkruani dhe është pikërisht ajo lloj gjë që kërkonit, me një person që mund të rikthehet nga e kaluara dhe më në fund merrni lajme prej tij, me një çështje që zgjidhet më në fund, pra çfarëdo gjë e qoftë është një lajm i shumë pritur që po mbart zgjidhjen e një problemi apo okay e diçka që po prisni prej kohësh. Shumë e bukur është domethënë dhe ju favorizon. Mund të jetë edhe një kontratë, mund të jetë edhe një leje, mund të jetë edhe çfarëdo gjë që qoftë domethënë është në favorin tuaj. Premte. Nëse e lidhi me shëndetin, do të thotë që lajmet që merrni në lidhje me një check-up që keni bërë, duket se ju del për mirë. Kështu. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku po sigurisht do të kaloni afër fëmijëve tuaj, ju që i keni, ose zgjidhet një problem që mund ta kishit me fëmijët tuaj, ose zgjidhet një problem që ka lidhje me prindërimin, ju ecën shumë mirë puna krijuese, mund të organizoni çfarëdo lloj aktiviteti dhe të dalin me sukses. Por është edhe dita ku mund ta kaloni duke, sa thuash, u kujdesur për veten tuaj, për mirëqenien tuaj, duke u dalë, duke u argëtuar, duke haruar pak përgjegjësitë, duke qenë çik fëmijë, le të themi, kthehesh në origjinë. Kështu që ditë e bukur është, ditë e shkujdesur, le të themi, ditë e qetë. Përsa i përket ditës së diel pastaj, dita e diel është dita ku mos u lodhni duke munduar të thurni plane për sa i përket të ardhmes, sepse as ju nuk keni të qartë, dhe as ardhmja nuk është e qartë se ku po ju çon. Pra, mos u lodhni kot, do thosha. Rini qetë, mundoni të kaloni ditën e diel sa më qetë, mos diskutoni gjëra të rëndësishme, evitoni bisedat e mëdha, edhe lërini këto gjëra për pak më vonë. Pra, dita e diel do ju lidhi puna, prandaj po ju them, mbasi ndoshta do ju kërkoj edhe mendimi juaj, mirë do ishte të qëndroni larg vendimeve të mëdha dhe sidomos çfarëdo gjë ka të bëjë me plane afatgjata, sepse asgjë nuk është e qartë për momentin dhe as ju vetë nuk jeni të qartë, me thënë të drejtën, për të marrë vendime të tilla. Përshëndetje shenja Akrepi dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Do ju uroj një javë sa më të mbar dhe uroj vërtet gjërat të shkojnë mirë dhe nëse mbyllet TikTok-u më gjeni në YouTube Zodiac Oracle, këtë mos e harroni. Pra, dita e hënë është dita ku ishni qafe manipulimin. Pra, shiko, shumë prej jush mas e keni qenë të manipuluar për një kohë shumë të gjatë në një marrëdhënie në çift, në një bashkëpunim, në përgjithësi në jetën tuaj, mbas ndoshta kishit frikë për të marrë vendime të caktuara, kishit frikë për, nuk e di, varet çfarë fobirash keni pas secili, varet çfarë frikrash keni pas secili, varet se çfarë manipulimi jeni nështruar secili prej jush, apo mund të kenë që një periudhë shumë e gjerë dhe shumë e gjatë situatash negative në jetën tuaj, por që gjitha këto duket se shuen ditën e hënë dhe ju keni mundësinë të çliroheni nga çfarëdo gjë është toksike, është e frikshme, është e paqartë, është trysni për trurin tuaj dhe fshisat tuaja dhe jo vetëm. Pra, më pëlqen kjo gjë dhe nëse dikush vjen për t'ju tunduar ditën e hënë, më bëhet qefi që nuk do ja dali dhe ju më në fund do të ecni përpara. Pa frikë më. Ishte qafe vese ditën e hënë, pjesa më e madhe prej jush. Tani, për sa i përket ditës martë, dita e martë është dita ku pra, kur njeriu e qafe negativitetin, sigurisht ndërton jetën. Dhe juve do shikoni që keni hequr qafe një barë shumë të madhe ditën e hënë, që mund të jetë çfarëdo gjëje, që nga shëndet i keq, që nga një bllokesë emotive, që nga një më duket se kam këmbë të duart e lidhura, po nuk i kam më, dhe ditën e martë jepet mundësia që ta shikoni ndryshe jetën tuaj. Shumë prej jush po stabilizoheni, po rikuperoni, edhe nëse keni pas
probleme me shëndetin duket se po gjenden zgjidhje ose po ndjeni më mirë, do të ndjeni dhe më mirë akoma. Nëse keni pas humbje ekonomiko-financiare, duket se do e gjeni mundësinë të rikuperoni, pra jeta juaj po merr një drejtim dhe një stabilitet të kënaqshëm. Çfarëdo lloj oferte propozimi ju bëhet ditën e martë, ju çon edhe më afër stabilitetit dhe arritjeve që keni në lidhje me jetën tuaj. Mos i toni jo asnjë lloj eksperience. Shumë prej jush mund të kuptoni se keni nevojë për të mësuar gjëra të reja, do i futeni pra një studimi, pse jo, një kursi, një trajnimi, ose le të themi mund të jetë periudha ku doni të udhëtoni më tepër apo të lexoni më shumë. Sidoqë që të jetë është momenti, ju thash edhe një herë, ku ndërtoni përsërit jetën tuaj, të ardhmen tuaj dhe prej këtij në vazhdim nuk do keni më problemet që keni pas. Domethënë çka kishit për të kaluar i kaluat dhe tani prej këtij në vazhdim vazhdoni shumë mirë. Çfarëdo lloj gjë ka të bëjë me punë krijuese ose proces mendor, duket se ja dini shumë mirë të keni një sukses shumë të madh. Mendimet do i keni të qarta, kështu që mund të merrni dhe vendime të rëndësishme në lidhje me të ardhmen tuaj. Tani për sa i përket ditës së mërkur, këtu jeni ju ata të cilët akoma nuk keni ardhur ta bëni diferencën në jetën tuaj, akoma po vuan një marrëdhënie të dështuar, akoma kapeni pas toksicitetit, pas problemeve, pas bllokesave. Këtu ju takon juve tani të bëni diferencën edhe ju. Do të thënë është momenti ku duhet të kuptosh se e bllokon vetveten dhe realisht nuk ka asgjë që të bllokoj. Je ti vetë që ja krijon këtë situatë vetes tënde, ndaj dhe duhet ta ndryshoni këtë situatë sa më shpejt, por konkretisht nëse do flasim, do ju thosha se po ka dhe shumë prej jush të cilët keni gabuar dhe mund ta gjeni veten pas kangjellave. Mos ju bëj çudi edhe kjo pjesë. Ose për një personin tuaj të dashur nëse jeni të interesuar, nëse dikush ka gabuar keq, atëherë po do ta shikoni në një situatë të tillë, nuk kemi se çfarë ti bëj. Mund ta merrni lajmin, mund t'i komunikohet, nuk e di. Është fakt i kryer, domethënë. Për të gjithë ju që e keni sjell vetë këtë situatë vetes tuaj. Përse i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku domethënë është pasojë e ditës së mërkur, merrni vesh se një person i juaj shumë i dashur ka rënë brenda. Pra lajmet që do të merrni nuk janë të mira, por ama kjo gjë ka ndodhur për shkak se ky individ vetë ja krijoi këtë situatë vetes së vet, ose nëse do jeni ju për shkak të diçkaje që keni thënë apo të një diçka që keni komunikuar apo diçka që keni nënshkruar, keni bërë një gabim të madh edhe tani do vuani edhe pasojat. Por që sido që të jetë, do keni dhe mundësinë të ngroheni, do keni dhe mundësinë do ju jepet mundësia për të sqaruar gjërat. Uroj që të gjeni një farë zgjidhje. Tani për të gjithë ju që jeni pjesë e një keq kuptimi, s'ka gjë, keq kuptimi do zgjidhet. Kjo ka rëndësi, për sa i përket ditës së enjte. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku do të jeni të privilegjuar nga fati, gjërat do ju zgjidhen kollaj, sidomos për sa i përket mbështetjes ekonomiko-financiare duket se do e keni, por edhe dyert duket se ju hapen kollaj. Sidomos ju që jeni femra, mund të arrini shumë lehtë dhe kollaj objektivat tuaja ditën e premte. Kujdes ama, meshkujt të cilët ju ndihmojnë të arrini këtë lloj objektivash dhe që ju falin mbështetjes sidomos ekonomiko-financiare, nuk si të thuash nuk ju shohin për më gjatë. Domethënë nuk ju ndihmojnë dhe kaq, mos prisni të bëni gruaja e këtij individi për shembull, mos asi ndodh bashkëshortja, nuk ndodh një gjë e tillë. Ju që jeni meshkuj mund të mbështesni femra të tilla, por janë këto ato të cilat nuk duan më shumë se kaq. Vetëm kaq ndihmë edhe kaq. Po që në përgjithësi ti themi gjërat shkurt, si meshkuj femra të jeni, ja nuk e di se çfarë, fakti ju do ju privilegjon, ëh. Për çështje të caktuara pastaj u thash se si vete situata. Për sa i përket ditës e marrëm kurrent të premte, shtunë, dita e shtunë është dita ku bëni kujdes tradhtin, bëni kujdes atë tradhtin, gënjeshtrën, mashtrimin, dinakërin, ka persona që duan t'ju manipulojnë, kështu që mos i merrni gjitha gjërat seriozisht siç ju thuhen, mundoni të përdorni intuitën tuaj për të kuptuar se kush është kush dhe ku po ju çon, mundoni të jeni të zgjuar, mundoni të përdorni zgjuarsin tuaj, nuk jeni pak të zgjuar dhe intuitën e keni shqyr Zotit aq sa duhet, mundoni të kuptoni se kush janë këta dhe ti azjesoni në lojën e tyre. Nëse do dini të bëni lojën e tyre, në fund fitoni ju. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita ku po këtu kemi një
zhgënjim për sa i përket. Mund ta mësoni një gjë të tillë ditën e shtunë, sikur se bëhet fjalë për tradhtim, mashtrim, gënjeshtra. Do kuptoni që dikush ka mashtruar gënjëherë me radhë dhe ditën e diel jepet fund. Bye bye, miru pafshim, nuk bëhet më. Në rregull. Kështu pra, e mbylli ditën e diel me një ndarje ose me një zhgënjim shumë të madh nga një person që e keni dashur vërtet shumë. Dhe s'është e thënë me se s'bën të keni pas marrëdhënie romantike me të, por mund të jetë çfarëdo lloj marrëdhënieje. Mund të jetë brenda familjes, mund të jetë edhe në shoqërinë tuaj, mund të jetë çfarëdo lloj gjë që ju dhem në shpirt, por sido që të jetë, erdhi fundi. Përshëndetje që një shigjetari dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Do ju uroj një javë sa më të mbarë dhe uroj që gjërat të shkojnë vërtet mirë kësaj jave. Nëse TikTok ndodh të mbyllet, më gjeni në YouTube Zodiac Oracle dhe dita e hënë nisim direkt. Dita e hënë është dita ku nuk marrim iniciativa për sa i përket as ekonomisë dhe financave, as për sa i përket dashurisë. Domethënë është një moment ku më tepër vlerësojmë situatën, shikojmë ku kanë ndodhur gabimet, mundohemi të sjellim ndryshimin sigurisht, por pa investuar konkretisht. Pra, analizoj, shqyrtoj, po, marr vendime të rëndësishme, po, por jo duke investuar në para. Okej, këtë keni parasysh. Dhe të gjithë ju që jeni si përmarrës, më tepër edhe më shumë akoma, do ju sugjeroja të mos hidheshit tani në treg, nuk është momenti për të argjuar shumë atë mëdha, sepse humbasin. Okej, keni parasysh këtë gjë. Dhe mundohuni që gjërat që keni për t'i përfunduar, për t'i mbaruar, t'i mbaroni në kohë. Pra respektoni afatet e dorëzimit të punës tuaj për shembull. Për sa i përket ditës së martë, dilni, argëtoni, njihni persona të rinj, keni mundësinë e një njohjeje të re, nuk ditë ju them që do zgjasni apo jo në kohë, por të paktën mund të kënaqeni për momentin, të sillni një ndryshim në jetën tuaj. Dhe për sa i përket një bashkëpunimi, duket se edhe kjo gjë është e mundur. Po ju them, jo konkretisht të nënshkruani apo të merrni vendime të rëndësishme, po ju them ti shqyrtoni kaq, ti shijoni po, ti merrni në konsiderat po. Pastaj më vonë duket se si do shkojë. Për sa i përket ditës së mërkur, jemi në proces të një fillimi të ri, që mund të jetë që nga një njohje e re, që nga një martesë fejese e re, një fëmijë që sapo vjen në jetë, apo merrni vesh që do bëheni prindër, që nga një punë e re, që nga një zhvendosje diku jashtë shtetit, çfarëdo gjë qoftë, është një fillim i ri në jetën tuaj, shumë premtues. Dhe që nga një banesë e re që hyni për herë të parë, do merrni çelësat edhe që është ofertë të rinj, çfarëdo lloj gjë qoftë që është e re, është e bukur, është premtuese dhe sjell ose statuash mund të jetë edhe nisma e një epoke të re në jetën tuaj, me persona të rinj, me situata të reja, me një punë të re, me çfarëdo lloj gjë që është e re, është e bukur, është kapitulli i ri. Shijojeni sepse me të vërtetë që sjell tjetër ndryshim në jetën tuaj, do sjell një farë pozitiviteti dhe euforie të bukur. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku do zhgënjeni, domethënë do shikoni që një pjesë e mirë e ëndrave tuaja, pritshmërive tuaja nuk u realizuan. Dhe kjo më tepër ju ndikon psikologjikisht, me një punë që nuk u realizua siç pritët ju, me një iniciativë që ndërmorët që nuk eci siç e prisnit, me një me një punë që ndoshta e keni akoma, por nuk është ajo që ju doni të jetë. Çfarëdo gjë pra e cila ka qenë iniciativë nga ana juaj, ose si përmarrje dhe nuk ka ecur mirë, duket se do ju bëj të ndjeni keq pra ditën e enjte për faktin se nuk është arritur ose nuk është realizuar ashtu sikurse e keni pritur ju. Vendime të rëndësishme mos i merrni, ju lutem shumë, sido që të jetë. Lërini gjërat për pak më vonë. Plus kuptoni se çfarëdo gjë ka të bëjë me ndjesi, nuk zgjat shumë. Mund të jetë një tipari kësaj dite, ku thjesht çdo gjë ju duket e zezë, okay? Por që nuk është e thënë se s'bën të jetë kështu, sepse do gjeni zgjidhje pak më vonë. Pra, përkohësisht është e tillë, mos e vini kokën në jashtë, kaq po ju them. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku këshillat nuk kanë për t'ju munguar, as ndihma nuk ka për t'ju munguar. Dëgjoni, merrni këshilla nga persona që janë më me eksperiencë se ju, dhe them se do e gjeni zgjidhje. Por kujdes, mund të jetë edhe gabim kjo gjë. Domethënë kujdes persona, për shembull, vërtet mund të lidhi puna me persona që kanë eksperiencë më shumë se ju, por mund të jetë tendencioz. Për shembull, në ambientin e punës mund të keni të bëni me pror ose me kolegë të cilët t'ju thonë, t'ju kritikojnë për punën që bëni, ndërkohë që ju e bëni shumë mirë, por këta duan të dalin sipër jush. Kështu që merrni ato këshilla që
e shikoni që janë dashamirëse dhe evitoni atë kritikë e cila nuk është produktive. Kaq po ju them, jini selektiv. Mund të kuptoni ama brenda ditës së premtes edhe ju keni ndryshuar si individ dhe jeni në gjendje për ata që kanë nevojë për ndihmën tuaj, ti ndihmoni mjaftueshëm. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku sqaroni ato që keni për të sqaruar me individ që keni për të sqaruar gjëra, thoni të vërtetat ashtu siç janë dhe dëgjoni të vërtetat ashtu siç janë, pra ato që ka qenë sekrete do i merrni vesh dhe do i komunikoni dhe ju sekretet tuaja të tjerëve, vetëm me kujdes se kujt ju thoni këto gjëra. Për ju që jeni studenta duket se gjërat po ecin mirë, për ju që keni dëshirë të nënshkruani një kontratë pune apo të shkruani një kontratë pune, keni mundësinë ta bëni edhe këtë gjë. Dhe për ju që jeni nështruar një check-upi, një kontrolli mjekësor, duket se rezultatet janë mirë, për ju nuk janë keq. Për sa i përket ditës së diel, dita e diel, nuk e di se nga ju vijnë këto fitime more njerëz dhe kjo mbështetje ekonomiko-financiare, por ju jepet mundësia të paktën për ndoshta një investim që keni bërë tani të shikoni fitimet, ose një blerje që mund ta bëni, mund t'ju dali blerja e shekullit, ose investimi i shekullit. Në përgjithësi ekonomia është në pa dhe mirëqenia juaj dhe këto gjëra duket se po ecin me të vërtetë shumë mirë. Këtu mund të jetë çfarëdo gjë, që nga dikush që vjen dhe ju ndihmon ekonomiko-financiarisht, që nga dikush i cili mund të ketë një borxh dhe u kthen, që nga një shitje që e bëni dhe keni me leverdi, që nga një blerje që e bëni dhe keni me leverdi, që nga një trashëgimi që ju kalohet, nuk e di çfarëdo gjë që ka lidhje me financat dhe me stabilitetin tuaj ekonomiko-financiar dhe mirëqenien tuaj ekonomiko-financiare prej këtej në vazhdim, duket se është fitim i madh. Përshëndetje shenjë Briciapi dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. T'ju uroj një javë sa më të mbar, uroj vërtet që gjërat ju shkojnë mirë. Nëse TikToku na mbyllet, do më gjeni në YouTube dhe filloj me ditën e hënë, e cila është një ditë ku ç'a të them, këtu duket sikur do humbisni mundësi. Domethënë, o nuk do jeni vigjilent mjaftueshëm, o nuk do keni forcën e mjaftueshme për të shkuar gjërat nga pas. Por që e shikoj që diçka ju ikën nga duart dhe kur e kuptoni ju është çik vonë. Ose ndoshta kuptoni ditën e hënë se cilat janë mundësitë që kishit për të realizuar, nuk i shfrytëzuat dhe ju ikën kot. Kjo është dita e hënë për ju. Dita që kuptoni se diçka nuk u bë siç duhet dhe nuk arriti dot suksesin, ose diçka e të cilën jeni futur për të pasur sukses dhe nuk do arrini dot sido që të jetë të keni suksesin e pritshëm. Në ditën e hënë këto gjëra vjen re. Vjen keq për këtë pjesë. Varet se çfarë objektivash keni pas secili dhe varet se ku keni, nuk e di, jeni munduar të realizoheni, por me sa duket nuk arrihet dot kjo gjë ditën e hënë dhe do zhgënjeheni paksa, do ndjeni keq. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita që bëni kujdes nga gënjeshtarët, bëni kujdes nga hajdutët e jetës tuaj. Çfarëdo gjë do ju shitet, kujdes, ka diçka që nuk shkon. Çfarëdo gjë ju propozohet, ka një kleçk. Këta individ tentojnë t'ju vjedhin, t'ju mashtrojnë, t'ju gënjejnë. Kështu që mbroni interesat tuaja, xhepat tuaja, shëndetin tuaj, mendjen tuaj, zemrën tuaj, çfarëdo gjë e qoftë, është kudo kjo gjë, vjetre kudo, bëni kujdes me individ të tillë. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita ku pavarësisht vështirësive që mbartë si ditë dhe trusnisë që ka në veten e vet, po do të arrini të keni sukses. Dhe në çështje që u lidhin me shtetin, dhe në çështje që u lidhin me zyra, institucione të rëndësishme shtetërore, dhe me financat, dhe me çfarëdo gjë ka të bëjë me rutinën tuaj, përditshmërinë tuaj, trysninë që keni mbi supet tuaj që vjen nga puna juaj, nga angazhimet tuaja. Në fund të ditës arritjet dhe sukses shumë i madh. Dhe për të gjithë ju që mbas ndoshta jeni në një proces ligjor gjyqësor, duket se vendimi që merret ose zgjidhja që jepet është në favorin tuaj. Pra, rezistoni sepse gjërat kanë për të ecur me të vërtet mirë. Për sa i përket ditës së mërkur të paktën, çfarëdo gjëje kërkon rezistencë, durim dhe të mos hiqni dorë, do ju dalë në fund me sukses. Për sa i përket juve që keni pas probleme me shëndetin tuaj, vetë keni fajin se keni sjell veten në limitet tuaja, megjithatë është diçka e përkohshme, dhe nëse është dhe fizike, për shembull lodhje muskulare, ose tërheqje ndonjë tendine, ose zemra nëse e ndjeni të lodhur, apo frymarrje, apo gjëra në pas ka lidhje me frymarrjen, kjo ka të bëjë me zemrën, me muskujt, me kockat, sido që të jetë është e përkohshme. E keni sjell veten në këtë lloj gjendje, por do kaloj. Dhe me ju që keni pas tension të ulët apo
vuani nga anemia, bëjni kontrollet siç duhet, kujdesuni për veten dhe me gjëndra tiroide e njëjta gjë. Tani, për sa i përket ditës enjte, dita e enjte është dita ku, bravo, shumë mirë, për me, nuk e di çfarë investimi keni bërë, por ju fal pavarësi ekonomiko-financiare ky investimi që keni bërë, apo do të bëni. Pra nuk e di se çfarë është, ajo çka keni tentuar apo po tentoni ditën e enjte, ju del me një sukses shumë të madh ekonomiko-financiar dhe këtu arrini ju të fitoni pavarësinë tuaj. Okej, shumë e rëndësishme kjo, mund të lëvizni nga një vend pune në një vend pune tjetër, mund të investoni diçka dhe ju del me fitim. Çfarë do gjë është në favorin tuaj. Në rregull kështu pra. E hënë Martë e Mërkur e enjte. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte po ju mendon ky çuni i bukur dhe i mirë, por nuk po e merr dot iniciativën, merreni ju. Nëse shikoni që del diçka, varja fare këtij muhabeti, por që sidoqë që të jetë ju mendoni, ju qeni meshkuj, nuk e kuptoj pse i çoni gjëra dëm, folini more, komunikoni, zgjidheni këtë situatë, ecni përpara, ka gjasa të jetë personi jetës tuaj. Thjesht ecni përpara. Pra, e hënë Martë e Mërkur e enjte e premte. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku po bëni kujdes nga e kaluara, kthehet një person dhe ju tregon mirë se çfarë do thotë kthimi i tij, ose të paktën këtë tendencë ka, ju vëri përsëri të lashët, ju tregoj përsëri se ju jeni më poshtë, ai është më lart. Përveç kësaj, bëni kujdes nga vese që ju kthehen, nga çfarëdo gjë që ju ja bëni dhe ja ribëni vetes tuaj dhe çoni veten në limitet tuaja dhe i përkeqësoni situatat. Këtu, nëse arrin të rezistoni kundër këtyre gjërave që po ju them, fitoni ju njëre për gjithmonë. Nëse kjo situatë ju vë poshtë, atëherë do përsëriten situata të së kaluar si keni parë dhe më vjen keq që do t'ja bëni këtë gjë vetes tuaj. Dhe përsa i përket ditës së diel, do jepet mundësia për të ecur përpara, duket se thuash do keni një ëndër, do keni një qëllim, do jepet mundësia për një fillim të ri, por kujdesi do ta shfrytëzoni sepse është edhe ere fundi që ju jepet kjo mundësi. Nuk do e keni më, tazëm do jepni mundësi një personi të rikthehet në jetën tuaj, apo dikush jep mundësi që të rikthehet në jetën e vet, apo keni mundësinë një investimi përsëri nga e para për të qenë mirë, apo për ta rinisur diçka që keni parë që s'ka ecur më përpara, një mundësi të dy do e keni. Por dhe fakt do ju doj, por kujdes se si do i menaxhoni gjërat. Pra, nëse nuk ngatroni të kaluarën me të ardhmen, atëherë gjërat tem se ecin mirë. Nëse do gënjeni veten tuaj se po nisi diçka të re, por me kushtet e së kaluarës, me personat e së kaluarës, atëherë zhgënjimi është aty, asgjë nuk arrihet, koca po e nisni këtë gjë. Përshëndetje shenjojorit, përshëndetje, mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle, parashikimet e javës për shenjën tuaj. Ju uroj një javë sa më të mbar, të shkojë çdo gjë shumë mirë dhe nëse na mbyllet TikToku, s'ka gjë, mos u shqetësoni, më gjeni në YouTube Zodiac Oracle. Atëherë, përsa i përket ditës së hënë, nëse ju lidh puna me çështje kontratash, çështje bashkëpunimesh, çështje ligjore në përgjithësi, ose kishit një mosmarrveshje ta zënë në çift, apo diçka për të biseduar dhe për ta zgjidhur, duket se çdo gjë që ka për bazë dialogun, ka për bazë diplomacinë edhe gjëra të tilla, duket se ju shkon për shumë mirë. Por konkretisht për në shkrim me kontratash, marrëveshje shumë të rëndësishme me natyrë ligjore, atëherë themi se jemi shumë okay. Edhe mundet të jeni duke menduar në lidhje me një marrëdhënie tuaj shumë të rëndësishme, ta çoni më tej dhe kur them më tej, të arrihet diçka konkrete, një fejesë, një bashkëtesë, diçka e tillë. Atëherë përsa i përket ditës së martë, pra dita e hënë dhe dita e martë sa po shoh që kanë shumë ngushtë të lidhura me proces ligjor, gjyqësor, administrativ, se jo kontrata, në shkrim e kontratash, por ndoshta në raste të caktuara mund të jeni edhe në një proces divorci. Ose nëse dikush u ka rënë më qafë, po kërkon të drejtën tuaj, por me sa duket e drejta ju gjen. Kështu që e hëna dhe e marta janë që të dyja, nuk e di pse do zgjasë ka shumë ky proces, por zgjat. Dhe në fund arrihet konkluzioni, uroj në favorin tuaj. Përsa i përket ditës së mërkur, dilni, argëtoni, shihoni jetën, mendoni për të ardhmen tuaj, frymëzim do keni për të për të pasur nisma të reja, për të krijuar diçka të re, favorizon dita çështje që kanë lidhje me fëmijët, dhe nëse kishit probleme me ta, duket se zgjidhen, ose nëse kishit probleme prindërimi, duket se ja dilni të merrni lajmin e shumë pritur, ose të bëni diçka që të arrini këtë gjë. Por në përgjithësi është dita që ktheheni në origjinë, kujtoni se kush jeni, bëni më të çlirët, dhe jeni me më pak kokçari nga ç'mund të ishit ditë të tjera. Pra, dilni në konkluzion se jeta duhet jetuar, dhe se keni humbur shumë kohë madje do thosha.
Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është një ditë rutine, e lodhshme, kujdes do thosha me humjen e përqendrimit, do ndjeni pak të lodhur fizikisht dhe psikologjikisht, ndaj do ishte mirë nëse keni një punë që ka lidhje me detajet, jeni shumë të kujdesshëm, e njëjta gjë nëse ngisni një farmjeti, do mendoni shumë gjëra gjatë në lidhje me të ardhmen tuaj, në profesionin aktual që keni apo atë që doni të ndërtoni, dhe shumë prej jush mund të merrni të vendimin se ka ardhur momenti të hiqni dorë nga kjo punë që bëni dhe të nisni diçka tjetër. Do të keni vështirësi në dorëzimin e porosive nëse punoni me porosi apo dorëzimin e punës në afatin e përcaktuar, dhe që të them, është ditë e lodhshme në vija të përgjithshme. Këtu kam përshtypjen se sa do të përpiqeni të shlyeni një farë borxhi, nuk do ja dilni dot, por të paktën mos krijoni më shumë. Pra kujdes dhe me financat, kujdes me investimet, apo thjesht kujdes në mënyrë si e menaxhoni situatën ekonomiko-financiare për momentin ose të momentit. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku shumë të vërteta dalin në sipërfaqe, shumë gjëra i merrni vesh, ka individë të cilët do vinë edhe do ju komunikojnë ato çka ju nuk dini në lidhje me individë të tjerë. Nëse jeni në një marrëdhënie që do të mbajeni të fshet, mbajeni të fshet, por gjëra të rëndësishme që po diskutohen brapa dyerve në lidhje me të ardhmen tuaj, të karrierës, të punës, të ekonomisë, financave, të gjërave që janë për ju të rëndësishme, mbajeni për veten tuaj dhe mos i komunikoni akoma. Kujdes në përgjithësi me komunikimin, me përcjelljen e informacionit, mos bini pre gënjeshtrave dhe mashtrimeve, favorizojeni shumë për çështje kontratash, nënshkrimesh, bisedash për prapa dyerve të mbyllura, domethënë sekrete. Dhe favorizojnë gjithashtu çështje që kanë lidhje me shëndetin tuaj, ku me sa duket gjeni zgjidhje afatgjata, dhe përsa i përket studimeve tuaja, edhe këtu duket se po ecni shumë mirë. Keni për të pas goxha, nuk e di ku do dalin një udhëtim pa pritur pune gjatë ditës së premte. Pranojeni, nuk do ju dali për keq. Në vija të përgjithshme është një periudhë që merrni vesh gjëra, kuptoni vesh gjëra, lëviz truri shpejt dhe mund të bëni dhe goxha ndryshime pozitive në jetën tuaj, fal asaj çka truri do ju thotë të sillni si ndryshim, pra ti besoni intuitës tuaj. Keni besimet tek intuita juaj. Përsa i përket ekonomisë dhe financave, dhe mund të arrini të shlyeni borxhe ose të ju shlyhet juve një borxh që ndoshta ju kanë të tjerë. Tani, përsa i përket ditës së shtunë, e hënë, e martë, e mërkurë, e njëte, premte dhe një, mos të gabojmë të ditët se më thoni pastaj gabove. Përsa i përket ditës së shtunë, një objektiv që keni prej kohësh që kërkoni të arrini, do zgjatet dhe pak në kohë, ose të thuash, jeni diskutuar për diçka shumë të rëndësishme në lidhje me të ardhmen tuaj, por rezultati është 100% i arir, është 100% i mundur, suksesi, por do duhet të prisni pak kohë. Ka një farë procesi, domethënë, që duhet ndjekur, dhe është do zgjasë diku te 2 muaj e gjysmë, ama rëndësi ka që ajo çka po diskutohet e ka 100% rezultatin brenda vetes së vet dhe suksesin po ashtu. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita që po diskutojmë për një pronë, po diskutojmë, janë çështje që burojnë nga e kaluara. Mund të diskutoni çështje që si keni haruar akoma, trauma, pasiguri, frikë, çështje familjare që rikthehen për të zgjidhur, po zgjidhen ama kjo ka rëndësi. Do të jeni duke diskutuar rreth një prone se çfarë do bëni me të, do e shisni, do e blini, mund të jeni duke u shpërngulur në një banesë të re, ose si të thuash në vjet të përgjithshme, pavarësisht problemeve që keni pasur, vjet re se po stabilizoheni diku më në fund, pra problemet po kalojnë. Por që më tepër çështje familjare, pronash dhe të së kaluarës sjell dita e diel, të cilat zgjidhen brenda kësaj dite sigurisht. Përshëndetje shenjë peshqve dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. T'ju uroj një javë sa më të mbar, akoma jeni në ndikimin e kësaj hënës eklips në shenjën e Virgjëreshës. Ka ndikim të kjo akoma, nuk e din që se keni parë, domethënë, ndikim të saj në marrëdhëniet tuaja, por që më tepër po flasim për jo për cilësinë e marrëdhënies, por po flasim për impaktin psikologjik që kjo marrëdhënie po ju lë dhe a ja vlen apo nuk vlen ta vazhdoni më tutje. Ose nëse dikush ka pasur impakt negativ, hiqni dorë dhe shpëtoni veten tuaj. Pra, çfarëdo gjë që nuk e di si ka ndikuar tek ju, por akoma do t'ju them se jeni në ndikimin e këtij fenomeni. Atëherë e nisim me ditën e hënë, pa humbur kohë. Duke thënë se dita e hënë është dita ku siç po ju thosha, mirë është
të hiqni dorë nga çfarëdo gjëje ju është bërë fiksim. Do të thashë si është ideja. Sigurisht që në jetën tonë ka secili vlerat e veta, dhe varëse si shikoni vlerat ju në jetën tuaj. Mund të jenë persona, mund të jenë sende, mund të jenë objekte, mund të jenë çfarëdo gjëje. Ajo çka dita e hënë ju mëson është që nga ato persona, të cilët edhe pse mund të jenë duke ju ndihmuar financiarisht apo kanë një rol të rëndësishëm në buxhetin tuaj, nëse nuk janë të mirët për ju, nëse nuk janë të durit për ju, duhet të hiqni dorë. Duhet të mësoni pikërisht këtë gjë pra, ditën e hënë, çfarëdo gjëje pavarësisht sa siguri ju jep nga njëra anë, nëse se në total të vet ju nxjerr me humbje psikologjike, fizike, çfarëdo gjë qoftë, duhet të largohet nga jeta juaj. Dhe po duhet të hiqni dorë nga posesiviteti, nga lakmia, nga frika për të humbur objekte, persona, por që ndërkohë ka ardhur momenti që të lini të shkojnë. Kështu që këto gjëra i mësoni ditën e hënë. Kujdes në çfarëdo marrëveshje ekonomiko-financiare, sepse nuk e di, do jeni çik cingunër, do jeni pak ku i bëni gjë doni ju s'ka, dhe kjo gjë nuk do lëri përshtypje të mira. Tani për sa i përket ditës së martë, çfarëdo gjë thash, duhet të largohet nga jeta juaj, nuk është më vlerë për jetën tuaj, qoftë person, situatë, objekt, posesion apo çfarëdo gjë tjetër qoftë. Atëherë është momenti ta heqim qafe dhe shpëtoni edhe ju, pra soi ti je shkapur pas së kaluarës me insistim, një kaluar që ka përfunduar dhe nuk ka më asnjë lloj roli dhe benefiti në jetën tuaj. Mbaron këtu. Ndërkohë, në qoftë se për ditën e martë keni vendosur të nështroni një ndërhyrjeje, atëherë po ja dini me sukses, si ishni qafe nga trupi juaj apo organizmi juaj diçka që nuk ju duhet më, nuk ju bën mirë, ju ka shkaktuar probleme dhe vazhdoni prej andaj në vazhdim shumë mirë. Është momenti ku mund të shlyeni borxhe ose detyrime dhe këtu mbylli me hesapet e së kaluarës, me thënë të drejtën. Tani, për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita ku po, si dita ju tash dita e martë lidhet dhe me shëndetin, por sido që të jetë janë çështje të cilat dalin për mirë dhe nuk dalin për keq. Sido që të jetë ditën e mërkur, bëni kujdes veten tuaj dhe personat tuaj të dashur, mund të ndjeni pa qejf ose varet për arsye si ato që tham, duhet të hospitalizoheni, por sido që të jetë e përkohshme është dhe është për një të mirë më të madhe. Pra ishte duhet të ndodhte, është për të mirën tuaj, ta thuash, ose për të mirën e personave që ose thjesht është e përkohshme, ta themi dhe kështu. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku bëni kujdes juve femrat me meshkujt. Këta meshkuj nuk po duket të jenë në metro, do me thënë, nëse ju lidh puna me një mashkull të tillë, mos dëgjoni çfarë ju thot, premtimet që ju thot nuk i ka të vërteta dhe nuk ka për ta mbajtur fjalën. Dhe sidomos nëse është një mashkull që po kthehet nga e kaluara, apo mundot ju bindi se ka ndryshuar. Nuk ka lidhje, nuk e pranoni këtë gjë. Nëse është një njohje e re, shikojeni me shumë kujdes sepse po i jep sinjalet që ka diçka që nuk shkon. Por ju që jeni meshkuj, keq më vjen që po e them, por jeni totalisht jo matur, po bëni gabime dhe do i kushtojnë këto gabime, kështu që çfarë të themi, do ishte të ishit maturuar, të ishit rritur nga problemet që keni pas deri tani, po ju nuk doni të kuptoni, nuk doni të ndryshoni dhe po vazhdoni të merrni njerëz më qafë. Mos bëni premtime juve meshkuj të kësaj natyre, të kësaj shenje, sepse nuk do i mbani dhe shumë shpejt do ju çiret maska, kështu që është e kotë. Kështu që lëreni këtë pjesë. Kujdes nga ankthi, kujdes nga presioni psikologjik, sido që të jetë ditën e enjte. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku mish, shoqëria, fati, gjithçka është në krahun tuaj dhe duket se ju ndihmon të arrini atje ku doni të arrini ju. Pra, për një objektiv që doni të arrini, një qëllim që keni, një situatë që doni të zgjidhni, duket se nuk është se ja dilni vetë, por janë persona të caktuar ata, të cilët ju ndihmojnë të arrini atje ku ju dëshironi të arrini. Nëse do të keni një rikthim këtë ditë brenda kësaj dite, atëherë është i sinqert dhe po mund ta merrni seriozisht. Të paktën të jepni një mundësi, se çfarë vjen më tutje pastaj, nuk e di. Por që për rikthime kjo ditë favorizon, si të jeni ju që po kërkoni një mundësi, apo të jetë dikush tjetër që po kërkon këtë mundësi juve. Dhe është një ditë që mund të falni sepse ju kërkohet falje sinqerisht, kështu që po mund ta falni këdo ka nevojë për faljen tuaj. E premtja. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku ulni kokën dhe punoni, vazhdoni punën tuaj ashtu siç e keni nisur, keni për të pasur një goxha sukses pak më vonë në kohë. Aty nga prilli mund të shikoni një prill-maj, mund të shikoni një goxha sukses të madh, por akoma duhet të vazhdoni me punën siç e keni nisur. Mundoni thjesht nëse punoni në grup të jeni të duruar dhe me
të tjerët, pjesëtarët e tjerë të grupit, sepse ju mbas e keni të qartë objektivin që doni të realizoni, por të tjerët thjesht mund ndjekin urdhrat tuaja, kështu që mundoni të jeni pak më të qetë, pak më të qartë, që të arritë pastaj qëllimi që duhet arritur, por që kjo është një ditë pune për ju, madje një punë e cila do ju sjellë shumë sukses pak më vonë. Dhe e diela është dita ku këtu kujdes nga egocentrizmi, kujdes sepse do luftoni me forcë të egzageruar për të arritur gjëra dhe nuk do i arrini në fund. Mund të jeni në biseda ekstreme, mund të jeni në sjellje ekstreme, egocentrik, arrogant, të nxituar, të paduruar për të parë konkluzionin, ama mund të ndjeni dhe se keni humbur nga fuqia juaj, keni humbur nga vitaliteti juaj dhe duket sikur jeta mungon nga ju. Nëse po ndodh kështu, atëherë kuptoni se ju e keni sjell veten tuaj në këtë lloj kushtesh dhe ju duhet ta nxjerrni përsëri veten nga këto kushte ku jeni. Nëse diçka po ju shqetëson me shëndetin dhe ka më tepër, domethënë, të bëj me zemrën, me arteriet, me tensionin, me gjëra të tilla me gjakun, atëherë shkojini dhe bëjini një vizitë. Nuk po them se do ndodhë ndonjë gjë tragjike, por të paktën mbajeni veten në kontroll. Për sa i përket financave, jeni akoma në vështirësi, por sido që të jetë, them se ndryshon situata goxha shpejt. Edhe kjo gjë duhet thënë. Por që mundoni ta mbani veten në kontroll dhe mos e lini veten pas dore. Kjo është ideja.